Pse vallë gjithë të vrasjen Kosovën tonë? Pse vallë kaq i lirë gjako i qytetarit, i vllaut e i motrës? Nuk ka vlerë jeta, nuk ka vlerë paraja, nuk ka vlerë familja, shoqëria, nëse duart i ke të zhytura me gjak. Të shkelet shejtëria mujt Ramazan, të shkelet shejtëria e vllaut dhe motrës, kurse Allahu e ka bërë të shejt gjakun e vllaut dhe të motrës. Se këto rastet fundit, me këtë rastin që tani veç sa varrësëm të ndjerin, duhet ta alarmoj situatën në vendin tonë dhe t'jetë një apel i qartë dhe i drejt për drejt për qeverinë tonë. Duhet punuar shumë shteti me të gjitha institucionet e saj, duke mos e harruar dhe duke mos e neglizhuar asnjëherë Bashkinë Islame, Hoxhallar, feni përgjithësi. O, ju njerëz, mendoni para se me bo një krim të tillë, mendoni se keni me dalë para Zotit. Dhe mos harroni se në ditën e kiametit i vrari, që është vrar pa të drejtë. Në njërën anë e ka kokën e vetë, në anën tjetër e ka kriminalin vrasësin dhe afrohet të Allah, o Zoti jam, pyete këtë pse më vrajti mua. Allahu e pas marrë në mëshirën e tij dhe kjo sprovë dhe kjo mënyrë e vdekjes qoftë pasrim për te e për familjen e tij. E ne dëshmojmë të Zoti se ka qenë një burr shumë i mirë. Nuk dim që i ka bërë do një kujt, do një herë keq, por ja kështja pas ka shkru Zoti me vdek. Allahu e pas marrë në mëshirën e vetë. Ja Rabbel Alemin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në varrezat e qytetit të Prishtinës. Posa e varrësëm vllaun ton, mikun, xhamatin ton, Nasër Gashin, i cili me pa të drejtë, ani pse në mënyrë të gabueshme, u vra mbrëm në njërën prej lokaleve të Prishtinës afër shtëpisë së tij. Ne si musliman pajtojmë me caktimin e Zotit se gjeli është çështje e kryer e përfunduar, por nuk pajtojmë me dhunën, me vrasjen, me krimet të cilat janë duke u bërë në mes popullit tonë. Të gjuhet njeriu me armë, të shkrepet armë kundër vllaut tënd, nuk ka krim më të madh. Nuk mund pajtojmë që në Kosovën tonë, për të cilën kemi derdhur gjak dhe kemi paguar shumë shtrejt dhe ende është duke na kushtuar kjo pavarësi dhe kjo liri, mrena 3 dite të vriten 4 persona me pa të drejtë. Kjo është një krim për të cilën nuk është lehtë fare as ta imagjinojmë e lëre më të pajtojmë te. Pse vallë gjithë të vrasjen Kosovën tonë? Pse vallë kaq i lirë gjako i qytetarit, i vllaut e i motrës? Nuk mund të pajtojmë që në muajin Ramazan të shkelet shejtëria mujt Ramazan, të shkelet shejtëria e vllaut dhe motrës, kurse Allahu e ka bërë të shejt gjakun e vllaut dhe të motrës. Aq ma shumë kur është pyetur shejtëria mujt Ramazan. Edhe aq ma shumë shtohet kur mes muslimanëve mes veti. Ku është ky Islam? Ku është ndikimi i fesë në vetëdijsimin e shoqërisë? Sa po punojmë ne që ta vetëdijsojmë shoqërinë? Kujtoj se këto rastet fundit, me këtë rastin që tani veç sa varrësëm të ndjerin, duhet ta alarmoj situatën në vendin tonë dhe t'jetë një apel i qartë dhe i drejt për drejt për qeverinë tonë, që të ndërmarrën masa për ta vetëdijsuar shoqërinë për pasojat e krimeve të cilat janë duke u bërë. E njëra për aty në llojet e krimeve është edhe vrasja mes vete tek shqiptarët. Duhet punuar shumë shteti me të gjitha institucionet e saj,
duke mos e harruar dhe duke mos e neglizhuar asnjëherë Bashkinë Islame, Hoxhallarët, fenë i përgjithësi dhe futjen e landës në përshkolla për të vetëdijsuar njerëzit për rëndësinë dhe shejtrinë e ruajtjes së gjakut të tjetrit, dhe se njeriu nuk ka të drejtë në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon për m'ia marrë jetën tjetrit, përpos kur është në mbrojtje dhe nuk ka kajaman, e që është rast ekstrem i rrallë më ndodh, ose kur jemi në luftë këta kanë shtetit, që nëse shetudhës të marrë gjak, për jo qytetarët. Shpresojmë të Zoti shumë që ky popull të vetëdijsohet. O, ju njerëz, mendoni para se me bo një krim të tillë, mendoni se keni me dalë para Zotit. Dhe mos harroni se në ditën e kiametit i vrari, që është vra pa të drejtë, në njërën anë e ka kokën e vetë, në anën tjetër e ka kriminelin vrasësin, dhe afrohet të Allah, o Zoti jam, pëtë këtë pse më vrajti mua. O Zoti jam, pëtë këtë pse më vrajti mua, që ka i bon anë këti që më vrajti mua. O ju njerëz, Allahu është kërcënuar rand, ati i cili e vret njeriu pa të drejtë, se është e hidhruar ndaj tina, se do të fusë në xhehenem dhe do të mbaj kohë skajshmërisht të gjatë, se nuk do të mëshiron, se nuk do të ketë falje për te. O, ju njerëz, nuk ka vlerë jeta, nuk ka vlerë paraja, nuk ka vlerë familja, shoqëria, nëse duart i ketë zhytura me gjak. Allahu na ruajt të jem prej atyne, ja Rabbel Alemin. Allahu ruajt dhe e vetëdijsoft këtë millet, këtë shoqëri, këtë popull, ja Rabbel Alemin. Allahu na bë prej atyre që e vlerësojnë gjakun e tjetrit, shëtrinë e gjakut e tjetrit, të jetës e tjetrit, shëtrinë e pasërisë e tjetrit, shëtrinë e nderit e tjetrit, edhe kështu me radhë. Allahumma amin. E vllahun ton Naserin, Allahu e pas marrë në mëshirën e tij, dhe kjo sprovë, dhe kjo mënyrë e vdekjes, qoftë pasrim për te e për familjen e tij, e ne dëshmojmë të Zoti se ka qenë një burr shumë i mirë, në njeri i thjeshtë e modest, në njeri i cili nuk dim që i ka bërë do një kujt, do një herë keq, por ja kështë pas ka shkru Zoti me vdek, Allahu e pas marrë në mëshirën e vetë, ja Rabbel Alemin, dhe neve Allahu në mëshiroft e në ruajt për të ligave sa t'jem dënja, e në mëshiroft në qastin kur do dalim prej dënjas, në mëshiroft në qastin kur do të futem në dhe, si kur se të këta të vdekur që jemi pranë tyne, në mëshiroft ditën kur do të dalim për atë madhët Allah, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.